Kamionet e Erzenit, siç është komplet shtrati i lumit i mbulur nga këto gurës që kanë hapur rrugën që e vend. Ditët e fundit në rrjetet sociale është denoncuar dëmtimi i kanionit të Erzenit, por ky nuk është problemi vetëm që përballet ky lum. Për vite me radhë, Erzeni është ndodhur nga ujërat e zeza, mbetjet urbane, industriale dhe mjekësore. Megjithatë, një tjetër formë dëmtimi mbetet pothuajse padukshme. Depozitimi pa ligjshëm i inertëve po ndryshon në mënyrë të pakthyeshëm ekosistemin e lumit. Ndërkohë që Tirana ka përjetuar një bum ndërtimi, është rritur dhe sasia e mbetjeve të inertëve. Në mungesë të kapaciteteve të mjaftueshme për depozitimin e tyre, brigjet e Erzenit dhe Tërkuzës janë kthyer në landfille të paligjshme. Në afërsi të urës së Farkës dhe më tej përgjatë lumit, peizazhi ka ndryshuar rrënjësisht. Shtrati i lumit është vendosur, ekologjia është farosur, brigjet janë mbuluar nga mijëra metër kub inerte. Çdo ditë mijëra kamion shkarkojnë sasi të mëdha mbetjesh ndërtimi në këto zona. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, si dhe Bashkia e Tiranës, konfirmojnë se në këtë zonë nuk ka asnjë landfill të licencuar. Depozitimi vazhdon ndërsa institucionet heshtin.